Problemet në fushë dhe në klub duket se nuk mjafton për Juventusin, sepse tani ka shpërthyer një tjetër çështje, ajo të tifozëve. Lajmet për afrimin e Luciano Spallettit në pankinën e Bardhazi kanë ndezur reagime të forta, sidomos për shkak të kaluar së tij napoletane. Tifozët e Juventusit nuk e kanë harruar faktin që Spalletti ka bërë tatuazh në krah titullin e fituar me Napolin, si simbol i suksesit historik për sezonin 2022-2023. Për më tepër, ish trajneri i Napolit të shpallur qytetarën deri i qytetit dhe ka shprehur vazhdimisht dashurinë për ekipin dhe tifozët napoletan, diçka që e bën të vështirë për shumë juventin që të pranojnë kalimin e tij në Torino. Në rrjetet sociale komentet janë të shumta dhe shpesh të ashpra. Tifozët ndjen të tradhtuar duke kujtuar se kjo nuk është hera e parë që ndodhin lëvizje të tilla të ndaluara. Para Spallettit, Sarri, dikur armiku numër 1, nuk u pranua kurrë plotësisht, edhe pse ishte i fundit që fitoi titull me Juventusin. Edhe Thiago Motta me të kaluarën e tij te Interi nuk e binte plotësisht tifozërinë. Megjithatë, realiteti është i qartë. Prioriteti i klubit është rikthimi në majën e futbollit italian si dhe europian.